Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akt akuzë ndaj ish-drejtorit të FBI-s, James Comey, duke akuzuar për dhënje dëshmie të rreme dhe pengim të një hetimi të Kongresit. Sipas akt akuzës, Comey ka gënjur gjatë dëshmisë së tij në shtator 2020, kur u pyet nëse kishte autorizuar rrjedhjen e informacioneve të klasifikuara drejt mediave. Në atë kohë, ish-drejtori i FBI-s mohoi çdo përfshirje. Comey reagoi menjëherë pas ngritjes së akuzave, duke e cilësuar ato të pabaza. "Jam i pafajshëm dhe kam besim të madh në sistemin gjyqësor federal", deklaroi ai. Akt akuza vjen disa ditë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, i kërkoi kryeprokurores Pam Bondi të hetojë më ashpër kundërshtarët e tij politik, përfshirë vetë Comey. Trump reagoi pari ndaj lajmit, duke cilësuar këtë si drejtësi në Amerikë dhe duke thënë se Comey i ka bërë dëm vendit për një kohë shumë të gjatë. James Comey u shkarkua nga Trumpi në vitin 2017, pasi FBI kishte hapur hetime mbi kontaktet mes fushatës presidenciale të Trumpit dhe Rusisë gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, që atëherë ish-drejtori i FBI-s është kthyer në një prej kritikëve më të ashpër të ish-presidentit republikan. Departamenti i Drejtësisë nën administratën e Trumpit po heton gjithashtu edhe figura të tjera të njohura të opozitës dhe kundërshtar politik, mes tyre prokuroren e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James, dhe ish-këshilltarin e sigurisë kombëtare, John Bolton.